Salavatet dhe selamet e dërgojmë pejgamberit alayhi salatu wassalam, I cili është pejgamberi I fundit, mësuesi I tanë njerëzisë. Këto salavatet, selame, lutje dhe dua qofshin për familjen, shokët dhe gjithë besimtarët të cilët e ndjekin rrugën e tij me sinqeritet deri në kiamet. Të nderuar vëllezër, ashtu se e përmendëm më herët, asese nuk guxojmë me kalu në tema tjera përderisa kemi tema të cilat apo me të cilat ballafaqohemi çdo ditë, edhe me probleme me të cilat merremi çdo ditë. Një prej këtyre problemeve të dashur vëllezër, që është bërë edhe I dukshëm që edhe mjekësia ka filluar me u shqetësu për ta, është përdorimi I tepërt I telefonit. Ti mundesh me thonë, çka lidh hoxha hutbën me telefon? Po, të dashur vëllezër, sidomos përdorimi I tepërt I telefonit nga fëmijët. E që praktikisht mjekësia, psikologët, pedagogët folin ma shumë se sa unë, din ma shumë se sa unë në këtë mesele, unë po a flas nga përvoja. Do më thonë, nuk pjo kollëzoj, kam nim, ka thonë filani. Përvoja. Çdo ditë kam takime me njerëz me prindër. Çdo ditë kam shkrime, mesazhe, çajtje të halleve nga njerëzit. Pse më drejton mu? E para se njerëzit gjojnë ngushëllim të hoxha, edhe dyta menojnë që, do më thonë pyesin, mos ka nevojë fëmia mi fry se diçka s'on rregull. E kjo damin edhe shëndetësor edhe fetar. Shëndetësor, fëmia nuk po flet, hoxh mi fry. Fëmia po krijon autizëm, hoxh mi fry. Fëmia nuk po jeton në botën reale, hoxh mi fry. Pastaj aspektin e besimit, kur po rritet pak më shumë, ndodh që hyn në përfaqe të cilat nuk bën me hy, qoftë aspektin fetar, në besim, qoftë në aspektin moral, ku më ka ndodhur kam shku me asnjë ankesë me prindin edhe një konsultim, jam marrë me një fëmijë disa ka shku, ka kriju vetmi, po rrinë për terr, pi bën do lëvizje do gjestet që I ka pa aty. Ka hi djali dhe më thonë, ka dalë në botë tjetër. Kom shku me këshillu, kom shku me I lexu Kur'an, si ka marrë vesh që kom shku në shtëpi, që shkoj në për shtëpi apo e kom bën. Ka shku mbyll në WC. S'ka pas birë nane kush e nxerr pi WC-s. Kem të ne deri në sabah s'unë nxirshme. Edhe I kum thonë ma bon halal, po nësë në rri këtu, tash, ose për them derën. Qa me bo? Nëse them derën, qa kena me bo? A kena me zgjidh? Jo. Pastaj në aspektin moral, çdo kush, çdo kujt t'u I shkru. Aman, juve prindër për ju drejtoheme, ju në familjet e juja përhapeni këtë mesazh. Nuk është zgjidhja nanës për me nejt rahat ajo, edhe nëse në pyetje punë të shtëpisë, që janë patjetër mi bo, mi adhon fëmijës telefonin. Mos më pyetni mu, mos më ngani mu, konsultoni me mjek, konsultoni me kush është përgjegjës, pedagog, psikolog, me lokoped që e bin fëmijën, domethënë s'po flet fëmia pse se tunajnë telefon. Edhe nuk është jo po përfiton për mëson gjuhën angleze. Pyetni prap ekspertët e gjuhës. A o ma mirë me mësu mas pari gjuhën e nanës, shqipën, a gjuhën angleze. Që ajo gjuhë e para që mësohet I krijon problem gjuhës dytë. Njerë mësoj e shqipën, mësoj e fëmis. Leta dinat shqipën, s'ka lidhje katunarqe, nuk ka problem. është gjuha që mas pari du të mi thonë nanës, nane, babës, babë. E bukës, bukë, e ujit, uj. Mos e mësoni gjuhën e uja pa mësu shqip. E bjen fëmin, okay, yes, no, jo, shqip mësoja vëlla, shqip mësoja. Se po na kundërshtojnë, po thënë, se po menojnë se ata janë ma patriotë, se na do. Shqip mësoja. Këshyrini dobit e mësimit gjuhës amtare, gjuhës nanës, mas pari, para çdo gjuhë tjetër. Të nderuar vëllezër, pastaj anët morale.
dërgimi i fotografive, i videove, shantazhimi i djemve dhe i vajzave të reja, pa shallajnë, si në aspektin moral, si në aspektin e besimit. Moral, e dini ju për çka po du më thonë. Që ma një foto qështu, që ma një qështu. Pasa jo s'kiqare pa bo qëto, s'kiqare pa bo qëta. Edhe fillon fëmija, sa ka dhe vetvrasje të fëmijëve adoleshent për shkak të telefonit. A mi alon telefonin mos jetë, hoq ti për atyre që thu mos milon telefon, nuk po thamë ashtu. Me pas mbikëqyrje, çdo sen me pas kufi. Mi jam mësu fëmijës që përmenëm ma herët. Me që në gjami të hoxha me mësu halalën e haramin, me thonë që me babën, nuk banë me këqyrë senet që janë kur t'je vetëm, se Allah i të shë, Zotit dush mi u tutë, se Allah i ka me t'i zbulu në dunja dhe në akhirat. Mi jam mësu besimin. Babën, qëto sen janë haram, nona mi ka zujtë vajzës. Pastaj shantajet nalën, detyrimet nalën, edhe mos prishja besimit, sepse ka raste kur edhe fillon me mendu gjanat të këqija, për shembull, më fillu më utut të pa video të frikshme, edhe ndodh me, kanë thonë plesh për para me hapru, me lujt, më tut se ka pa aty video të frikshme. Ka pa në sen aty, edhe shetani të dashur vëllezër e gjend. Po tham këta, mas shumë të indikojnë të trupi njerit, kur ai tutët. Kur tutët. Prandaj, mos milon me këqyr video të cilat janë horror për shembull. Se kjo i lejon venat, damart, trupit janë shlira, edhe janë jo që bëjnë ballë shejtanit në momentin e frikës madhe. Prandaj sa njeri ose mu ka hapru kur e ka pa një xhenaze, kur ka kalu kavorrat, prej aty thotë s'jam mirë. Sepse shejtani e gje, atë momentin, unë pa flasë aspektin fetar, pasaj aspektin mjekësor, ka ven hala ma shumë se sa unë me folë. Edhe një këshill për e jep. E vetë mja gjanë, që fëmin duni me qutë të hoxha për mi fry nëse s'po folë, është nëse fëmija ka folë, edhe ka nalë pasaj të folënën, ose ka fillu me belbzu. Vetëm që kjo ka të bëjnë me mësyshin. Kretë forma tjera s'kan të bëjnë me hoxha. Qka orientonit e mjeku? S'ka fillu Allah heq, ponin, elhamdulillah që ponin, a ponin, që e telekopedi. S'ka me. Mos e ale shumë telefonin, se po priton me folë. Mos e qëtë në një bot out prej botës, ku e dhe në qëtë e pak me lujt, letë merë dritën e dilit. Kretë forma tjera të folit, të vonesat e folit fëmis, kanë të bëjnë ose me telefonin, ose me mjekësi, ose me asa, mos e humbni kohën, s'po thom as në për hoxhallar, pa qëllim në nënçmimit, por as në për mashtrus. As në për mashtrus. Ku kam rast njeri vjen e kalon punën, Kosovë, punë shtetit, se s'po ka argjime fëmija me autizëm, e ka qu në për mashtrus, të i thonë, unë kam e të ashnosh, le mjekësin, për mu është djallë ytë, jep pare, sa s'ka mujtë mi dalë ka shku në Evropë, me punu, pastaj konsultohet, bisedojmë, e shojmë, po më bënë Allah, po kjo që e në drejtimin ku do të me qu. Mos bini pastaj për shkak të fëmijëve të ilon anash me telefona në përdur të mashtruzve në amën të fesë. Wallahi l'adhim, më konë shëriati i rahaton këta njerëz. Të ETC-ja, po më shkru një motër në telefon, më ka detyru, tha me dalë, mi marë 40 shishe uj. 40 shishe ja ka fry uj. Pale, ja ka fry, mi ja fry mirë. Pale qka, 40 shishe, pse të ETC-ja? Po mësë mi mësu shpinë, ku e ka shpinë, mi cakon derë. Ka 10 euro shishja. Mirë 40, pse 40? Qa ka me fej 40 që? Qka ka? I fryni shishe, su i jep. Nëse ka mësu, që i kalon fëmiz me lejet Allahit. 40, pse? Shumë mund, unë jam leodha, beden shumë mund, ka mos e ka argju energji. Qa, filma të pa horora, të Hollywoodit? Pse i mashtron njerëzit në amën të fesë? Ka 10 euro, 400 euro. Tamon me mush, do më dhanë me qu për Evropë, Gjermani, autobusin, 40 shishe.
Andaj vllazni, fëmijët të cilët kanë probleme pi telefonit, po edhe të rriturit, orientoni sakt, mos i orientoni gabim. Ma mirë është mos milon, por nëse ndodh që ase, orientoni sakt, qysh e lyp, edhe feja dhe mjekësia, e mos i orientoni gabim me ranë në dur të mashtruesve. Nuk du me zgjat më shumë, mendoj që ndoshta duket këshill e vogël, por ata që kanë fëmijë dhe kanë këto probleme e dinë se teprimi në telefon po i detyron fëmijët pastaj në për shkolla speciale etj. Andaj për hir të Zotit, unë jetoj përdit me çet probleme me njerëzit, me ankesa, me konsultime, ata që s'kan ra, keni kujdes, mos bini në këtë sprovë dhe në këtë telashe. Allahu na uzoft, Allahu na përmirësoft, Allah na i rujt evladet, nipat edhe mbesat. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin, walhamdulillahi rabbil alamin.